Përgatitemi bashkë për udhëtimin e radhës. Do nisim si fillim me thonjt. Këto janë thonjt që kisha. Dhe kësaj radhe po mendoja të mbaja gjatësinë. Më jam mërzitur pak thonjt të shkurtër. Se harrova ta them, po shkoj në Berlin. Të gjitha këto po i bëj një ditë para udhëtimit. Ndërkohë që bëja thonjt, po linim dhe flokët në të njëjtën kohë. Flokët kam vendosur ti mbaj të jeta. Dhe më ishte zbehur shumë ngjyra, prandaj kisha nevojë për një rifreskim. Nuk i dua flokët e zeza, prandaj bashkuam numrin 4 me treshin, që të dalin një ngjyrë e errët natyrale. Pastaj tek thonjt, siç thash, doja më shumë gjatësi, por nuk ja blente të vendosnim tipsa. Thjesht vajza më hapi bazën e thonjit shumë mirë, ma dëmtuar thonjt fare. Mbajti gjatësinë që kisha dhe aplikoj manikyrin në mënyrë shumë të hollë, siç e dua unë, duke bërë dhe thonjt të duket shumë i gjatë. Do shikoni dhe në fund rezultatin. Këto ishin opsionet që po mendoja për thonjt. Ti bëja me një ngjyrë të hapur dhe me krom, por meqenëse po i kisha bërë me krom, vendosa për një ngjyrë tjetër. Vendosa për këtë bezhën. Mendoj që është zgjedhja e duhur sepse dhe thonjt duken shumë pastër. Më pëlqen shumë që vendosa ta mbaj dhe pak gjatësinë. Dhe thonjt dhe flokët i bëra te Class Beauty House. Flokët siç tash kam vendosur ti mbaj të errta. Me miksimin atyre dy ngjyrave doli fikse ajo që kisha unë në mendje. Pasi mbaruam me flokët, vazhduam te pedikyri. Unë gjithmonë do bëj të njëjtën ngjyrë që kam bërë dhe te manikyri, pra apo të njëjtën ngjyrë bezh. Dhe flokët dhe thonjt më kanë dalur fikse që dua unë. Nuk e di sa nga ju e prisni që unë do i ktheja përsëri flokët e errta. Unë që do i ktheja përsëri brenda vitit jo një herë, por që më pëlqejnë shumë dhe tani jam gati për udhëtim.